Allahu i sharoft smutit ton edhe na letësoft gjithmonë jetën, me gjithat, qysh më falë kur jem smut. Smut në atë kuptimin je i shtrit, nuk mund është më qu, heq. Sot po foli për ty, e ty të krymë punë për personat e vjetër që i kinë shpi me leje në Allahut Azza ma në menë musliman. Edhe në qofë se je ratë, duhet më falë. Qysh më falë, kur jena smut, jena shtrit, ratë, nuk mujna me levizë. E para musliman në qofë se mënesh më ushtri, mirë po shtrihesh në krahën e djathtë, atëre e këshyrë ku është kibla. Nëse kibla është kështo, atëre shtrihesh me krahën e djathtë në tokë, në shtratë. Kështu për shembull, tash qysh je i shtrim, kështu tamam normal, sikur kur je i smut. Shtrihesh edhe e merr tekbirin fillestar, Allahu Akbar. Edhe i lidh durt. Qysh i lidh normal. Vese këtu e ki këtë formën nështë ma të pamonshme, për shkak se atëre përdorë këtë formën tjetër që ashtu kështu është sunne. Të më thani, i lidh durt kështu. Edhe falesh. E lexon elhamdullahin surën krejt normal, sikur në kam qysh falesh. Tash ka ardhur puna me rënë ruku. Thu Allahu Akbar, edhe durt i lëshon të gojt. Sa mund është me mri? Normal nuk mund është me mri sikur kur je në kam. Mirë po sa mund është me mri? Edhe e lakon kokën pak kështu. Mirë po në qofë se ki probleme me qafë, qofë se problemi jëtë është bashkë këto, atër e lëviz veç sytë. E në qofë se mund është, atër e lëviz pak. Tash, semi Allahu liman hamide, edhe qohësh atë kuptimin për rukus. Kur të bash me rënë sejdë, thu Allahu Akbar, edhe duhet nëse donë me lëshun tokë, mirë. Nëse donë me majtë këto, i manë këto. Nëse ki mundësi me lëshun shtratë, mirë edhe lakon kryt pak ma shumë, se sa që e ke laku për ruku. Mirë po, nuk është që është domosdoshme. Nëse ki problemin këto atëreveç, syti livrit. Kjo po besoj që është e qartë. E kem të është një problem tjetër. Këtu i në shtri në krahën e djathtë. Qa me ba në qofë se nuk mujna më shtri në krahën e djathtë. Ta shpytje, pse i në shtri në krahën e djathtë, por me kanë drejtum ka kibla. Ta shkimu që ditë. Qysh të bjen më drejtu ka kibla, kur je i shtrit krejt në shpinë. Qysh më drejtu ka kibla? Unë kesh i shtrim në anën e djathtë, por shkak se knena apo ta kiblën. Tash, kneje kam kiblën. Më ushtri jo në kështo. Shef, më ushtri kështo, në shpinë, i bjen që nuk jam i kthym ka kibla. Por shkak se knej pi bjen e kam kiblën, ama kiblën e kam realisht knej. Atëherë unë do të më ushtri kështo. I bjen më ushtri ma në menë, se njëjta punë ju kryen punë edhe kur është dikush i smut, i cili është të prit momentin e vdekjes. Nëse ki qef me kthy ka kibla, por me kanë me e letë, sale por ta, edhe me kanë i kthym ka kibla, atëre kthehet me kam ka kibla. Por shkak se ti realisht çështu je, para më qysh je kështu, veç je shtri. Do më thanë, i e kthy, po thonë atë është i me kam, ama realisht ty qëllimi është që ti fytyra jote me kanë i kthym ka kibla, po kjo është i vetmi mundësia jotja. Do më thanë të shtrihesh krejt shpinë me kam të kthy me ka kibla. Por shkak se në qofë se e bojmë tjetër në formë e pe është krejt në kundërtën, atëre shtrihesh normal. Tash je shtri në shpinë, edhe shef, e qonë pak kryt sa ki mundësi, edhe falesh, Allahu Akbar, edhe i lidh durt. Kur vjen të rukuja, e lakon kryt pak, durt i lëshon sa ki mundësi. Kur vjen të sejdja, ka njerëz që thonë me qu durt, nërë kështu, me dhe me kështu për bëjë sejdën, por këto s'ka argument, por këto nuk ka argument, do më thonë, i lëshon durt poshtë, ose i lëshon në tokë nëse donë në tokë, atë kuptimin, në shtratë, edhe ban sejdën. Ama në këtë formë, do më thani këthym, me kam ka kibla. Thu Allahu Akbar, edhe i lidh durt. E qartë është? Po besoj që është e qartë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Assalamu alaikum.